Si dhe vetë politika është një lloj futbolli dhe një lloj ndeshje dhe strategjie, dhe do kalojmë në pjesën e dytë me një pasi shkëputje shumë të shkurtër me zotin Skerdian Dhuli, i cili ka qenë edhe dje në takimin që ka bërë Partia Demokratike dhe Partia në zonën e Borshit, Imarës, Vlorës, dhe një nga antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe një nga figurat i cili është shumë aktiv gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë kohës së fushatës me analizat e tij. Shkëputemi shkurtimisht dhe lidhemi prapë për pjesën e dytë me Skerdian Dhulin. Ripërshëndetje miq, ja ku erdhëm në pjesën e dytë të emisionit. Në këtë pjesë të dytë, siç anonçova pak më përpara, kam kënaqësinë të kem mikun tim Skerdian Dhuli, një nga analistët më të mirë, i cili pret djathtas dhe që ka shprehur mbështetjen e tij ideologjike dhe ka qenë antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Skerdi, përshëndetje. Faleminderit. Si je? Je në radhë parë mbas këtij fillimi fushate, mbas takimeve me doktorin, si je politikisht? Je më i bindur drejt fitores apo je skeptik? Versioni i parë në mënyrë absolute, sepse ardhja e doktorit ditët e fundit në të gjithë qarkun e Vlorës në një farë mënyre, e ka rienergjizuar jashtë mase strukturën e Partisë Demokratike në tërësinë e vet, dhe në mënyrë absolute ka sjell në fushbetejën politike një fashë elektorale e cila prej gati 10 vitesh nuk ishte aktivizuar, ndoshta kjo edhe nga fakti që Partia Demokratike, sidomos në Bashkinë e Imarës, ndoshta prej vitit 2017 nuk ka pasur një kryetar të saj ta vizitonte në fushat elektorale. Ne nuk kemi pas një kryetar aktiv në 2021, në 2019 kryetari u çmendiku nga zgjedhjet, në 2017 nuk kujtoj, po sidoqoftë shumë e largët si kohë, dhe në gjithë këtë periudhë vendi i leadershipit politik në këtë bashki sidomos ishte lënë Edi Ramës dhe siç thotë populli këtej nga Lumi Vlorës, Edi Rama livadhiste siç dëshironte. Me ardhen e doktorit në Himar dhe në Borsh, shumë e rëndësishme edhe kjo e fundit, ne pam një tjetër dimension politik, pam një tjetër fashë elektorale njerëzish në terren, pash njerëz nga doktorit në Himar apo në Borsh të cilët në dekadën e fundit nuk janë dukur në fushat elektorale, ose njerëz që kanë 35 vite që votojnë Partinë Socialiste dhe për shkak të babëzisë së pushtetit i shoh të angazhuar në një vot demonstrative anti-Edi Ramës. Pra, si thuash, ky revanshi i doktorit i Partisë Demokratike në tërësi, i koalicionit opozitar në qarkun e Vlorës, do të sigurojë të paktën një mandat më tepër, dhe kjo është e sigurt. Dakord, po këto janë perceptimet e njeriu i cili është angazhuar politikisht, ndërkohë perceptimet e sondazheve, të cilat gjykojnë më ftohtë, nuk thonë të njëjtën gjë. Rezultatet e sondazheve nxjerrin të preferuar dhe fituese Partisë Socialiste me 71 deri 75 mandate dhe Partia Demokratike shkon nga 51 deri 55 mandate. Atëherë si ka mundësi, ndërkohë që ti thua që gjendja në terren ka këto ndryshime dhe na merr si kampion Vlorën, ndërkohë që realiteti i sondazheve dhe sondazhet në emisione dhe në televizione që nuk ka dhe të anuar majtas, kemi në televizione që janë neutrale ose djathtas dhe dajnë prapë një rezultat. Si ka mundësi, mund ma shpjegosh? Skerdi? Sondazhet në Shqipëri janë tërësisht të pabesueshme, sepse fakti që ato lejohen të dalin do të thotë që kanë një porosi nga Edi Rama. Kam një shembull konkret. Në zgjedhjet e 2023-shit, kur unë në një farë mënyre bashkëkoordinoja zgjedhjet të Partisë Demokratike në Bashkinë e Himarës, një televizion nga këto që nxjerr sondazhe nuk lejohej të nxirrte sondazhin për Bashkinë e Himarës. Sondazhi për Bashkinë e Himarës na nxirrte ne fitues. Por televizioni nuk lejohet ta nxirrte. Atëherë? Pra, çfarë ndodhi? Nuk lejohet nga Edi Rama. Do me thënë, sondazhet që dalin sot janë të pabesueshme për shkak se ne e dim shumë mirë, mediat i financon drejt për së drejti Edi Rama. Unë e ti jemi njohës shumë të mirë të komunikimit. Nuk mund të themi ne që një parti e re sa po krijuar fraksion nga Partia Demokratike do dalë 7%, thjesht e pronari i saj financon televizionet caktuara dhe sondazhet e këtyre televizioneve na nxjerrin këtë parti me grup parlamentar.
kur jalla po për mandatin e vet. Dhe të lutem shumë, i marrin me, si thuash, Po. me të rezerva këto sondazhet i dalin se edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të dy proceset zgjedhore të Donald Trumpit, sondazhet dështuan dhe do dështojnë edhe kësaj radhe edhe në Shqipëri. Po. Pra, se besoj unë, shiko, Marsit. Dëshë të lexoj rezultatet si dalin sondazhet, por po dëgjoj analizën. Atëherë, të shpjegoj disa gjëra. Se besoj unë që Partia Demokratike në qarkun e Vlorës merr një mandat në tepër. Së pari është koalizioni koalicionit opozitar. Në 2021 kishim shumë vota jashtë koalicionit që u dogjën për çështje sistemi, kësaj radhe nuk e kemi më. Po. Së dyti, babëzia e qeverisë do të marrë një vot të madh kundër. Po. Nëse qeveria e Edi Rama personalisht, se Shqipëria nuk ka qeveri, ka thjesht një kryeministër dhe disa njerëz të tjerë që thjesht filmosin dhe kur vjen dita shkojnë burg. Nëse Edi Rama vendos të thajë për ujë 37 fshatrat lumit Vlorës dhe lumin e Shushicës, ta devijoj duke e tharë e ta çojë tek resortet e tij, e të oligarkëve të tij në Jalë, në Dërmi dhe në Palas, si mendoni ju që do reagojnë këta njerëzit të cilët ju heq ujë? Do të reagojnë në vot kundër, mëse jeni qerë, nuk bëhen dot. Atë vot që ka nuk e hapin Edi Ramës në një masë të madhe. Në vijën bregdetare, po si mund të marrë Edi Rama vot në vijën bregdetare, kur nuk ka lënë metër tokë në vijën e parë pa e grabitur? A dini ju që nga Semani në kep të Stillos, po, pra i gjithë territori i bashkisë Himar, i qarkut Vlorë, bashkit Vlorë, Himar dhe Saran, a e dini që ujrat e zeza i derdhin në det? Flet Edi Rama për turizëm, ndërkohë që të gjithë ujrat e zeza zbarkojnë në det. Po. Si mendoni që do reagojnë njerëzit në këtë rast? E di si del nga sondazhet. Nga sondazhet del në qarkun Vlorë, Partia Socialiste merr 9 mandate dhe Partia Demokratike Malatët 3 mandate. Totali 12 mandate, mesatara e votave për deputet është 9 deri 10.000 vota. Kjo është fyerje për logjikën normale të cilit do prej nesh që e dëgjon. Sepse Partia Socialiste në qarkun Vlorë në 2021 kishte Edi Ramën në pjesë të listës dhe me zi mbajti mandatin e 8 duke djegur votat e ish-LSI-s. Pra, nga 2007 në 2021 Partia Socialiste në qarkun e Vlorës ka rënë 6.000 vota. Më pak. Është me shqip. Nga 66.000 në 59.500. Pra është 6.000 e ca vota më pak. Kjo mas rënjeje, 4 vite më vonë do t'jetë gati 2 fish. Dhe nga ana tjetër, kur ishte Edi Rama në listë, pra kur gjithë shtetit barkonte këtu sepse duhet mandati Edi Ramës, ata mezi morën mandatin e 8 për shkak se dogjën votat e LSI-s. Si do rriten tani kur Edi Ramën se ka në këtë listë? Dhe për më tepër, kur babëzia e kur korrupsioni e burgjet janë mbushur plot, janë faktor determinant në zgjedhje. Është e pashmangshme vota kundër Marsin. Përveç faktit që Partia Demokratike ka një listë shumë të mirë, një program gati perfekt. Pra, një koalicion të gjerë që nuk lejon vota të rrjedhin. Atëherë, si mund ta pretendosh që këto sondazhe të paguara nga Edi Rama do dalin reale? Edi Rama kur e ka nisur këtë fushatën elektorale këtu e 6 muaj më para, foli për 80 e kusur mandate. Sot, flet për 71 magjik. Pra, nga 81 deri në 85, pra shifra 3 parlamentare, ka zbritur tek 71 dhe ai e di shumë mirë pse ka ndodhur kjo. Sepse Edi Rama në datën 11 maj nuk ka shans politik dhe matematikor të nxjerrë 70 mandate i vetëm. Që do të thotë Edi Rama pas 11 majit është opozit. Shtojmë dhe një element tjetër që nuk është kampionuar as vota diasporës. Se është dhe një element i rëndësishëm dhe vota diasporës, e cila në sondazhe nuk dihet. Dhe të falenderoj sepse edhe unë e bëra lloj bëjtoj analizë pa e marrë se elemente, kuptoj. Dërisht, tani si mund ta si e mat ti? Po mirë. Si e mat ti për shembull emigrantët e qarkut Vlorës, ku shumica se bin vetë me makina apo me autobusa. Si e mat? Si e nxjerr analizë drejt. Partia Socialiste thjesht sepse paguan Edi Rama televizionet. Po televizionet tona nuk lejohen ta nxjerrin një sondazh nëse je ti fitues.
Shumë e drejtë, kjo është e drejtë. Shiko, nuk mund ta them televizionin se nuk më takon. Dakor, dakor. 2023 për Bashkinë e Himarës nuk u bllokua pa qëllim. U bllokua sepse këtues ishte Partia Demokratike. Pik. Po. Pra, dhe që fitonim ne në Bashkinë e Himarës, nuk u lejua publikohej sondazhi se Bashkia e Himarës ishte me interesa madhore për grabitjen e pronave nga Edi Rama dhe pushtetarët rreth tij. Po. Marsit, të lutem, nuk mund ta dhe ma refuzo këtë kohë televizive të merrem me sondazhin që i paguan Edi Rama kur unë jam çdo ditë në terren. Pa ti thua, unë jam vetë personalisht sondazhi më i mirë, se shikoj terrenin thua ti, nuk kam nevojë për dhëna që i nxjerrin tjerët. O i nderuar, sondazhi im është terreni. Sondazhi im janë grabitjet qeveritare. Sondazhi im janë problemet e banorëve. Sondazhi im është programi i Partisë Demokratike. Tani, si mund të pretendosh që pas 12 vjetësh, po, do rritet Partia Socialiste kur nga 2017 në 2021 në ranë 6.000 vota. Ranë 6.000 në nivel qarku. Në 2017 kishin 66.000, në 2021 kishin 59.500. Ore, për më tepër, e drejtë është për më tepër që imagjinon në Amerikë për shembull, ti e di sondazhet zgjidhin gjithë fitues Kamala Harris, kur flasin për vendin më demokratik në botë që ne e marrim si model, pastaj po ngelin Shqipëri që mos. Shiko, unë e konsideroj veten njeri me goxha nivel politik. Është hyri për cilin do prej nesh, që të marrë në konsideratet e ndoshta edhe ta harxojmë këtë kohë të vyrë televizive, të merremi me çfarë thotë Edi Rama. Edi Rama sot është thyer në një banalitet të madh, është thyer në një rrezik social, është thyer në një thyes të madh për kategori të caktuara të shoqërisë. Unë nuk mund t'ia fal kurrë Edi Ramës thyrjen që ka bërë për fëmijët dhe për persona të cilët kanë atë fenomen autizmit. Po, që është një lloj problemi madhor për familjet e tyre, dhe nuk mundet ta suportoj dot se si mundet të fyesh një nga shtresat më vulnerabël të shoqërisë. Halli që zë familjet të cilët kanë një fëmijë me çrregullimet të spektrit autik, është një gjë me jashtëzakonshme dhe ky pervers kryeministër, ky sadist që lumturohet me vuajtjen e çdo njeriu në Shqipëri, lumturohet dhe me vuajtjen e të vetëve, ai jo më me kundërshtarët e tij, ta përdor këtë target grup të shoqërisë duke e sulmuar. Nuk mund ta pranoj dot që Edi Rama fyen gjithë burrat e Shqipërisë, pavarësisht se unë në një qendrim goxha konservator, se dëshiroj ta quaj radikal, mendoj që ata burra gratë të cilëve shkojnë në mitingjet e Edi Ramës dhe qeshin ndërkohë që Edi Rama fyen bashkëshortët apo baballarët e fëmijëve të tyre, unë mendoj që ata burra e meritojnë atë lloj poshtrimi, se nuk mund të pranoj dot që dikush zgërdhihet, ndërkohë që Edi Rama i fyen njeriu më të rëndësishëm të jetës saj apo prindin e fëmijëve të saj. Pra, ky lloj njeriu, i cili s'ka si bilanc, nuk ka fare produkt. Atje më fal të lutem, po mund të më thuash si mund të marr vota Edi Rama do të zbres në shtratin e vet dhe ndoshta edhe në shtratin e vet politik për shkak të votës kundër. Dhe vota kundër nuk është produkt made in Albania. Vota kundër është produkt i politikës si teori, si shkencë politike, sepse njihet në gjithë botën dhe pa diskutim ne votohemi për programin, votohemi për listën, votohemi për qendresën opozitare, po patjetër ne votohemi edhe si vot kontestuese kundër Edi Ramës. Dhe kjo është krejt normale, nuk është herezi politike nëse e pretendojmë kështu. E qartë, s'kerdi. Përpos politikës dhe fushatës, dua kalojmë edhe tek një anoncim në cilin po zhvillohen hetime në tunelin e Llogaras dhe pritet që një dosje e madhe për një zyrtar të lartë të plasi këto ditë. Unë dyshoj që bëhet fjalë ose për zotin Senoklosi ose për zonjën Belinda Balluku. Tani, ti bën pjesë e ka pjesë e PD se keni qenë pak skeptik me Spakun. Dhe goditja Arion Veliajt si duket i shohë njëherë mirë këto zëra në lidhje me anëshmërinë e Spakut. Në qoftë se ndodhe kjo goditje, a mendoni që Spaku ju ka favorizuar në një lloj forme indirekte juve në zgjedhje duke goditur eksponentët më të lartë të Partisë Socialiste, sepse ka goditur më shumë majtas? Shiko, unë sot e kisha ndërmend ta përdorja tunelin e Llogaras nëse do të ishte i hapur.
Po. Edhe për çështje kohe, sepse nga Dërmium duhet të kaloj për në Vlorë dhe për çështje minutazhi. Po, e qartë, për të ekonomizuar kohën. Është shumë i vyer dhe patjetër do të dëshiroja, duke pas parasysh edhe kushtet shumë të favorshme atmosferike, llogaraja nuk është aq shumë e preferuar në këtë moment. Por kjo bëhet e pamundur për shkak se nuk arrit dot ta kuptoj arsyeën, sepse tuneli është i mbyllur. Kostoja shumë e lartë e tunelit është një marrëzim vete. Po. Kjo duhet pranuar. A do të shkojë pak deri në fund apo jo? Nuk di të them. Skepticizmi im ndaj atij institucioni është gjithmonë i lartë. Sepse nëse dëshiroj të marr SPAK-un pozitivisht, me dashamirësi të madhe, SPAK më godet direkt me grusht të rinjve në rastin e Olta Gjaçkës, kur gjykata i thot hetoje për falsifikim dokumentash dhe për grabitje të pronës dhe SPAK-u këmbëngul për të mos e hetuar. Nuk do të jetë e largët dita që do të më shikoni në protest tek burgu i Durrësit ose tek Spitali i Burgut në QSOT për të kërkuar lirimin e Jorgo Goros nga burgu. Si mundet të mbahet Jorgo Goro në burg ndërkohë që Olta Gjaçka, përfituesja e pronës, të jetë e lirë dhe në prona të vazhdojë të ndërtohet. SPAK-u thotë që kam shpallë e kam vendosur në sekuestro. Cila është sekuestro? Po ndërtohet çdo ditë në atë pronë. Pra, sa do dëshirë madh të jesh ndaj SPAK-ut dhe sa do pozitivisht ta shohësh, ai institucion e godet vetveten. Do të thënë, duam ne, s'duam ne, SPAK-u e ndalon vetveten për ta fituar besimin dhe simpatinë time si qytetar skeptik ndër vite ndaj atij institucioni. Sepse është e vërtetë që rasti i korrupsionit të tunelit llogaras, siç pretendohet, është i lartë. Po mua më intereson shumë e prona e grapitur nga Olta Gjaçka në Dërmi. Bashkë me Artan Gaçin, të dy. Patjetër. Në bashkëpunim me Jorgo Goron. Dhe kjo fakti është i shkruar e Ceza mbi të bardhë. Punim me Jorgo Goron e me direktivët e Tiranës. Por, pse e thash këtë? Sepse të mbash në burg Jorgo Goron për një aferë korruptive dhe përfituesin e kësaj afere, ta lësh në parlamentet, kërkoj dhe vota në Tiranë, kjo pak saj është fyerje e madhe. Dhe SPAK nuk mundet të vazhdoj, dhe ditën e djeshme kishte apeluar vendimin e gjykatës së shkallës parë të GKK-s, e kishte apeluar me idenë që nuk do të hetoj. Është fyerje e madhe për çdo qytetar kjo. E drejtë. Por ama të gjitha eksponentët politikë dhe të gjitha partitë politike sytë kanë nga SPAK-u, sepse është thënë që ditën e zgjedhjeve, po dhe gjatë periudhës së kësaj fushate, secili nga prokurorët menaxhon një qark, prokurorët e SPAK-ut, dhe i shoqëruar po ashtu në këtë veprimtari nga oficerët e Byros Kombëtare të Hetimit, dhe flitet që në qoftë se do ketë tjetërsim ose cënim të vullnetit të qytetarëve ose represion administrativ, SPAK-u do jetë aktiv. Këtë ka thënë vetë kreu i saj Altin Dumani. Tani, duke qenë se jemi dhe në kuadrin që Altin Dumani kërkon rimandatim dhe këtë vit i mbaron mandati si drejtuesi i SPAK-ut. Duke pasur parasysh kampionin se si do shkojë dita e zgjedhjeve dhe procesi i votimit dhe numërimit të votave, do e lidhësh me faktin që ai duhet apo jo Altin Dumanit një mandat tjetër skerdi? Apo je që në fillim skeptik dhe ti mendon që Altin Dumani nuk duhet të jetë në krye të SPAK-ut? Po kjo nuk është Mërësit, kjo nuk është çështje personi, pra nuk e lidh dot unë me thjesht personin Altin Dumani, prokurorin. Si e lidh? Po pra, unë mendoj që është çështje shumë e rëndësishme parimi dhe precedenti. Tipologjia deontologjia juridike na mëson që precedenti rrezon parimin. Pik. Po. Precedenti e SPAK-ut në raport me zgjedhjet janë dështim total. Janë dështim total. Ka dështuar me dosjen 339, ka dështuar me dosjen 184, ka dështuar me Rogozhinën dhe ka treguar një anshmëri shumë pa dhe politike në rastin e Himarës. Pra, sa herë që SPAK-ut i është vendosur në dorë një patate e nxehtë proces zgjedhor, SPAK-u ka vepruar sipas pushtetit. Unë nuk e pranoj dot dhe nuk lidhet me emrin e zotit Dumani, kjo lidhet me mënyrën si funksionon institucioni. Nuk e pranoj dot, më thuar sot që ky institucion do ta marrë seriozisht,
Kur 4 herë më parë konstitucioni ka shërbyer në pushtetin. Të lutem tani, nuk e them dot veten. Nëse zoti Dumani mendon që e meriton një mandat të dytë, duhet ta demonstrojë. Deri tani nuk e ka demonstruar. Këto prangat e dirigjuara të zyrtarëve që të Edi Ramës, që çuditërisht shkojnë në burg dhe nga burgu bëjnë prapë fushat për Edi Ramën, mua kjo nuk më qëndron askund. Pra, të më thuash që shkojnë në burg Erion Velia, ku ne dinim, paktën ne të dy po, besoj që shumica e kësaj elitës politike mediatike në Tiranë ka ditur që Erion Velia ka gati një vit që ishte prerë bileta arrestimit, thjesht shtyhej në kohë. Dhe të lutem. Kjo është e vërtetë. Dhe të lutem. Është e vërtetë. Nuk ju bën përshtypje që në dosjen e Veliajt ishin 2 prokurorë, prokurorët Olc Dado dhe Altin Dumani. Nuk të shkon kund vëmendja pse Edi Rama sulmonte vetëm dhe Veliaj gjithashtu sulmonte vetëm prokurorin Olc Dado dhe jo prokurorin Altin Dumani? Çështje frike mendoj. Jo, s'mendoj që është çështje frike. Po pse? Sepse përderisa i ka në dorë mandatin, nuk është më çështje frike. Se ashtu siç ka në dorë Dumani pranga për politikan, ashtu kanë edhe këta në dorë mandatin e Dumanit. E bukur ka. S'më kishte shkuar mend te kjo analizë, ha? Dhe tani. Sepse ti ke në dorë të arrestosh, po maksimumi dhe për 1 vit ke në dorë. Pastaj ka mu në dorë të të qonë në shtëpi. Po. Jemi korrekt. Skerdi, atë ti mendon që Altin Dumani nuk është ai standardi, si thuash, i cili ka bërë që këto 3 vite spaku të realizonte këto goditje, por është veprimtaria e gjithë prokurorëve, ose është diçka e madhe, ose është edhe vullneti politik i partisë në pushtet. Pra nuk kemi pse ta identifikojmë të gjithë curinë e spakut me këtë njeri, që ta kuptoj qartë. Në mënyrë absolute, jo gjithë aktiviteti i spakut, jo gjithë rezultatet e spakut duhet i faturohen një personi. Si kur ato rezultate janë pozitive, si kur janë negative. Mos harroni, në SPAK ka prokuror shumë dinjitoz, ashtu siç ka prokuror kamikaz politik. Në GKK ka gjyqtar dinjitoz me shumë dinjitet, ashtu siç ka gjyqtar kamikaz politik. Për shembull, gjyqtarja e cila ka kërkuar hetimin për rastin Olta Xhaçkës, Flora Hayreddinaj, nuk e di si është mbiemri i saj, është e njëjta gjyqtare e cila ishte në trupën gjykuese që dënuan Belerin, kallëzuesin e Olta Xhaçkës. Nuk mund të më thuash tani që kjo gjyqtarja i ka bërë nder opozitës, ndërkohë që kryetarët e bashkisë opozitës kjo e çojnë burg. Sepse ishte pjesë e trupës gjykuese në shkallën e parë. Qartë. Pra, Dumani, nëse dëshiron të bind gjysmën e Shqipërisë për punën e dhe për të marrë një mandat të dytë, jam i bindur që nuk do ta marrë dot, si do qoftë, me të për të parë, do duhen rezultate dhe do duket tani. S'ke di. Dhe nuk besoj. Cilit kanë ngelur nga gjitha mesazhet që ka linçuar PD-a këtë fushat në programin elektoral si diçka që ti po të gjykoj ftohtë do e votoje pikërisht për 1, 2, 3, 4 pika. Nga programi politik i PD-s, cilat janë pikat që ty ta mbushin mendjen, si votues i djathtë, që thua, okay, unë do votoj këtë parti pikërisht për 1, 2, 3, 4, 5. Atëherë, karta antishpopullim pro-rinis është e para, pra një çati për familje që quhet kështu, ajo ndihma për çiftet e reja, më prek edhe direkt, ajo është e para. E dyta është pastrimi vetvetes që e quhen Partia Demokratike, pra kontrolli i gjithë shtetit, i gjithë institucioneve, pastrimi i korrupsionit. Sigurisht korrupsioni nuk e ka shpikur Shqipëria dhe nuk mendoj që do ta zeroj Shqipëria, por në dallim nga shoqëritë tjera, ne sot nuk kemi thjesht korrupsion, ne kemi një babëzi të pashoqe mbi faqe të dhëut. Pra, babësia e pushtetit të Shqipërisë është e pashoqe mbi faqe të dhëut. Programi për pronën, premtimi për zgjidhjen e gjithë problemeve të pronave, nuk mundet që unë, prindrit më kanë ikë nga jeta, e kanë ndërtuar shtëpinë para 35-40 vjetësh, shtëpia është akoma pa certifikat pronësie, sepse zyrat katastrale më kërkojnë mua para. Kur më kërkojnë mua para që ka mundësi të përdor çdo studio televizive për të denoncuar, imagjino se çfarë ndodh në qytetarët e tjerë të cilët nuk e kanë aksesin tim. E vërtetë është. Kjo është e vërtetë. Janë marrësit
Ky nuk është korrupsion, miku im, kjo është babëzi e pa shoqe mbi faqet tokës. Po. Janë të pangopur. Një tjetër premtim i Partisë Demokratike, të cilin unë e konsideroj etik, është asfalt në çdo derë. Po. Do të thotë, Shqipëria nuk mund të ketë më zona rurale me rrugë të pa aksesueshme. Vetëm në qarkun e Vlorës janë mbi 25 fshatra, të cilët sot janë vështirësisht të aksesueshëm. Po jo vetëm në qarkun e Vlorës, në të gjitha qarqet. Nuk është i rastësishëm shpopullimi, Marsil. Shpopullimi ka ardhur për disa faktorë. Duke i lënë zonat rurale pa rrugë, pa rregullim ujësjellësash, pa qendra shëndetësore, praktikisht e ka detyruar shoqërinë rinin të largohet. Kjo rini që është larguar nga zonat rurale apo nga qytetet vogla, kanë tentuar ta jetojnë Tiranën, po rritja e frikshme e societesës në Tiranë ka bërë që këta të rinë të marrin valixhet të zhduken nga Shqipëria. Po. Një tjetër premtim thelbësor i Partisë Demokratike është rikthimi i institucioneve qendrore në të gjitha bashkitë. Po. I nderuar, nëse një qyteti i heq spitalin, gjykatën, prokurorin, praktikisht i ke hequr dhe avokatët, se pa prokurorin dhe gjykatës mund të kesh pas avokat. Po. E ke gjysmuar dhe noterët. Njëkohësisht, i ke hequr zyrën arsimore, i ke hequr zyrën rajonale të mjedisit, praktikisht i ke hequr gjithë elitën e qytetit. I ke lënë vetëm shkollat edhe bashkinë. Po. Do të thotë, në këtë moment, ti ke zhbër atë qytet dhe e ke kthyer në Hiroshima, sepse i ke detyruar elitën e qytetit, largohet. Dhe kështu shbëhen qytetet, miku im. Kështu shbëhen qytetet tona, kështu janë zhbër. Sepse për 10 vite, reforma territoriale i zhbëri disa qytete. E dini që një pjesë e madhe e bashkive tona janë të falimentuara. Partia Demokratike e ka premtuar rregullimin e reformës territoriale të 2015-s. Është e papranueshme që të kesh qendrën e bashkisë 50 kilometra larg. Është e paimagjinueshme ajo që ndodh në bashkinë Shkodër, ku është vetëm një bashkinë në Europë, e vetmja në kontinentin evropian, që ka dhe vi bregdetare dhe Alpe, për shkak se aftohej ndërtoje Edi Rama sa atje fitonte Partia Demokratike dhe na duhej e gjithë rreth i Shkodrës një bashki. Qartë. Është marrëdhënie bashkia e Elbasanit të ketë 117 fshatra. O Marcin, e ti çfarë po ndodh sot në Shqipëri? Ma thuaj. Domethënë, këta qeverisin kanë harruar që këtu ka popull dhe mendojnë që këtu ka thjesht sa yes men që thjesht u shërbejnë. Po. Dhe u shkojnë pas. Ndërkohë, nderuar, kështu po zhbëjnë Shqipërinë. Pra, këto pika të programit Partisë Demokratike janë thelbësore, po unë nuk e konceptoj dot. Nuk e konceptoj dot ekzistencën e ligjit për investimet strategjike. Po të isha unë në kostumin e Berishës, anullimi atij ligji do të ishte veprimi i parë, sepse është ligji i vetëm në 47 shtetet e Këshillit të Evropës, i cili është ndërtuar ligj për të grabitur. Pra është mbledhur qeveria, ka hartuar një projekt ligji, ka çuar në parlament, e kanë votuar dhe tani e kanë rivotuar për ta shtyrë nga 3 vjet efektet e tij, për të grabitur pronat të vijën mbretare të gjithë Shqipërisë, kryesisht në vijën mbretare të detit jon. Pra, programi i Partisë Demokratike nuk e lash pa qëllim edhe atë paketën e dëmshurisë, që quhet, ajo nuk është shumë paketë djathtë, por në kushtet specifike që ndodhet Shqipëria, realiteti na e ka imponuar në një farë mënyre edhe këtë pjesë të programit, pavarësisht se nuk është e djathtë, por ekzistenca e shoqërisë është përtej një ideologjie politike dhe unë mendoj që ne duhet të jemi të drejtë, e duhet të jemi të ndershëm me të gjitha fashat e shoqërisë. Dhe fatkeqësia jonë është që pensionet në Shqipëri janë qesharake, katastrofike është pjesa e bardhave të rimbursueshme në Shqipëri, sistemi shëndetësor është një gjë më vete, pra nga do që ta kapësh Shqipëria që ndërtohet Edi Rama është një katastrofë e madhe. Partia Demokratike nuk e ka ndërtuar pa qëllim një program kaq të detajuar, pikërisht që çdo sektor të japë zgjidhjen. E qartë. Pyetja e fundit, Skerdi, po fenomenin koalicioni Euroatlantik dhe Lulzim Basha, si e shikon në këto zgjedhje? Do arritot Lulzim Basha të krijojë grup parlamentar, të marrë deputet, apo a mund të jetë Lulzim Basha, Skerdi, si mastej njeriu që nëse do i duhet me Edi Ramën, mund të bashkojë votat për të bërë bashkëqeverisje? Se kam dëgjuar që e ke pasur të dyshim dikur.
mendoj që Lulzim Basha nuk del do deputet, as për veten e vet, jo më të prodhoj mandate për të tjerë. Po? Por nëse do dalë deputet për veten e vet, pra unë e shoh në atë dyshement që i nevojitet, po nëse do të dalë për veten e vet, sado divergjenca që mund të kemë me të, sado katastrofik që ai është, dhe është i tillë, e njoh shumë mirë dhe nuk mirëpres kontestimin e askujt në këtë rast. Mendoj që nuk do të shkojë te Edi Rama. Pra, sa to katastrofë që të jetë, nuk e shoh dot në bashkëqeverisje me Edi Ramën. Për ka politikuar Ilir Meta në 2009, pse mos e bëj Lulzim Basha 2025-ën? Nëse jep fuqi politike. Tash po flasim kuadrin e abstragimit, Nuk e di. Po mendoj që Edi Ramës nuk do t'i mjaftojë mandati Lulzim Bashës, sepse Rama nuk do të mbetet tek 70 mandate. Unë mendoj do të bjerë më poshtë dhe për rrjedhoj nuk do t'i vlej vetëm mandati Lulzim Bashës. Po ka dhe Tom Dozhin, ka dhe Adriatik Klapajn, që mund të bëj koalicione ka fjalë, jo nuk po i them kuadrin që këtë anë të Edi Ramës, që mos u keq kuptoj dëgjuesi. As mikun tim Adriatik Klapajn nuk e shoh në aleancë me Edi Ramën, përkundër gjithë përplasjeve që unë kam me të hera herës, por nuk e shoh në aleancë me Edi Ramën. Sa gjë që nuk e shenë aleancë me Edi Ramën, pra ti gjithë partitë e reja i shikon opozitare në raport me Edi Ramën. Në raport me Edi Ramën i shoh opozitare, të vetmen parti që shkon lehtë në gjirin e Edi Ramës, po që fatmirësisht ajo nuk zgjedh dot mandate deputeti, është Shaban Thuria, po ajo nuk zgjedh dot mandate, sepse atë nuk e... Kush ishte ky? Kush ishte? Shaban Thuria. Kush është ky? Po s'ka gjë, është një vegël e Erion Veliajt e cila ka hyrë në koalicion me Adriatik Klapajn, po duke qenë në listën e hapur ata nuk marrin dot mandate deputeti dhe rrjedhimisht nuk kanë mundësi të shkojnë te Edi Rama. Zemra e tyre i çonte Edi Rama, Velia i çonte Edi Rama, por Shaban Thuria dhe të sojshmit e tij nuk shkojnë dot tek Edi Rama, sepse nuk do të prodhojnë mandate deputeti dhe kjo është fitore e madhe për Shqipërinë. E qartë. Pjesa tjetër, ata të cilët do prodhojnë mandate, sepse mos harrojmë. Shumë ndërmuese e partive të cilat janë apo koalicione në fletën e votimit nuk do të prodhojnë mandate deputeti në datën 11 maj. Ato do të prodhojnë mandate deputeti, do të jenë një numër i vogël, përveç dy partive, do të jetë, mendoj, vetëm në Tiranë dhe ndoshta edhe në një qark tjetër një parti specifike, pjesa tjetër nuk prodhojnë mandate deputeti në 10 qarket të Shqipërisë. 10 qarket të Shqipërisë nuk do të kenë parti të vogla me mandate deputeti, e rrjedhimisht një pjesë e këtyre do të shuhen. Pyetja e fundit, Skerdi, po nëse Partia Demokratike u zgjedhet, zoti Berisha duhet të dorëhiqet dhe çfarë do të ndodhi në atë parti? Në mënyrë që të kemi refresh të saj dhe rifreskim. Po marrim edhe këtë, siç marrim opsionin që mund të fitojë, do të marrim edhe opsionin që mund të humbi, që të jemi në rregull me të gjithë analitikën e bisedës dhe abstragimin. Si do të qëndrimi i Skerdian Dhullit nëse Partia Demokratike u zgjedhet? Po ti e beson nëse ta them që unë deri tani nuk e kam menduar për asnjë moment. Po prandaj do jetë dhe më genuine, më e bukur ta dëgjosh, ta thosh ekskluzivisht për mua që jam një nga miqtë tu më të afërt. Dhe i bie që unë po ta mendoj tani, nëse kjo do të ndodhte, mendoj që Partia Demokratike pastaj bie këtu në një transfuzion të thellë. Po. Të pashmangshëm, rrjedhimisht. Po. Atë që është quajtur shpesh edhe prej meje qarkullimi elitave, i pashmangshëm sigurisht. Po. Dhe një qasje e re në mënyrën se si i qasesh shoqërisë, e cila ka ndryshuar shumë dhe shumë fenomene të cilat deri në një moment caktuar kanë qenë të papranueshëm, sot mendoj që Partia Demokratike duhet të qaset në atë që quhet pragmatizëm politik, e jo në ato parimet e famshme të cilat të kalbin në opozit. Dhe po mendoj që është një temë e cila nuk qëndron, domethënë është një analizë e thellë që Partia Demokratike do ta bëj nëse larg kjo do ndodhte, po ti e di që unë jam i bindur që Edi Rama se ka do të 70 i vetëm. Këtë e di unë e kam në kuadrin e abstragimit, pa unë e di bindjen tënde. Dhe kemi folur gjëra gjatë dhe bashkë edhe në bisedat tona personale. Por ama duhet japësh një mendim edhe për hir të ekuilibrit të argumenteve si pro si kundër. Pra do themi dhe tezën dhe antitezën. Dhe sintezën. Unë mendoj për shembull që nëse Partia Demokratike humbi, gjithë enturazhi drejtuesi i saj duhet iki, t'japi dorëheqjen. Pse? Sepse kanë shumë vite që janë aty,
Flamur Noka, Albana Vokshi, Tritan Shehu, për çfarë do të rinë më? Nëse Partia Demokratike me këtë enturazh shkon nën 70 mandate, sidomos në 65 si shton sondazhet, këta janë përgjegjësi do miku im. Nuk ka njëri tjetër. Shiko, atëherë, Bashkë me Berishën, humbja nëse do të vi, do të marrë me, si thuash, do të marrë me vete në gropën e saj politike, sigurisht, ekipin drejtues, patjetër, nuk është ndonjë sekret i madh. Është afërmendsh. Dhe mua kjo analizë korrekte më pëlqen. Dhe prandaj të vlerësoj shumë, jo vetëm për faktin që jemi miku im dhe jam subjektiv, po sepse i thua gjëra drejt. Angshme kjo, domethënë, edhe nëse dëshiron që kjo të mos ndodh, është, si thuash, ky është një lloj vulkani i brendshëm që shpërthen në një moment caktuar dhe bëhet i pashmangshëm. Ma beso, unë Partinë Demokratike e njoh shumë mirë dhe e di socialistë së saj dhe nëse një larg qoftë kjo do të ndodhte, ky do të ishte pasoja. E qartë. Skerdi, të falenderoj jashtëzakonisht për këtë bisedë interesante, cilën e kam shijuar jashtëzakonisht dhe i falenderoj dhe komentuesit dhe ndjekësit tanë të cilët na ndjekin dhe që të vlerësojnë dhe shpresoj që edhe gjatë këtyre ditëve të mbetura deri në ditën e zgjedhjeve 11 maj të kemi mundësinë të realizojmë diskutime dhe biseda pasi je njëri që vlerësoj shumë mendimin. Faleminderit shumë. Falenderoj dhe të uroj fundjavë të mbarë, Skerdi. Mirë miq, do shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe do lidhemi në pjesën e tretë të fundit të emisionit me zotin Sebi Alla, kryeredaktori i gazetës Fjala, me të cilin do flasim po për njëta tema, por nga një pikpamje tjetër, nga një pikpamje e të djathtit liberal. Shkëputemi për pak sekonda publicitet dhe rilidhemi sërish bashkë.